Policia urdhëron një grua ta bagazhin, por ajo nuk ishte përgatitur për atë që ishte brenda. Ajo fërkoi duart mbi kofshët e saj. Ishte shqetësuar, e sigurt që kishte parë oficerë të policisë më parë, por asnjëherë nuk ishte ndaluar më parë. Kur doli nga makina e saj, e fiku motorin e Betsit, dhe ajo gjë e vjetër u ndal papritur me një zhurmë të fortë. Nëse ai nuk do të shikonte shumë nga afër, ndoshta mund t'i ikte shpejt, por oficeri i policisë kishte një sy të mprehtë për detajet, dhe asnjëri prej tyre nuk e priste që ky moment do të zhvillohej kështu. Chinese Tucker nuk e kishte menduar veten si një vajzë shumë të zgjuar kur ishte fëmijë. E kishte pasur të vështirë me shkronja dhe numrat, shpesh duke i shkruar ato mbrapsht. E kishte të vështirë të përthithte informacionin dhe shpesh mbetej me lot në sy kur përpiqej të bënte detyrat e shtëpisë. Ajo nuk mendonte se do të arrinte ndonjëherë diçka të madhe. Megjithatë, nëna e saj kishte plane më të mëdha për të. Nëna e Chaney's ndihmonte çdo mbrëmje për të bërë detyrat e shtëpisë. Kur ajo kthehej nga shkolla, e priste një tas me sallatë frutash dhe një gotë e madhe me lëng meli. Chaney's përpiqej me çdo mundësi të shmangte këtë, por çdo herë nëna e saj e thëriste dhe ulte prapë në tavolinë, sepse nëna e saj nuk do ta linte që ajo të dorëzojë kaq lehtë. Pas një kohe, Chaney's filloi të shkëlqente. Her pas here i ngatroheshin shkronjat, por ajo gjeti një mënyrë për ta përpunuar informacionin. Ajo thoshte një fjalë, e shqiptonte atë me zë dhe më pas e shkruante. Nëna e saj e bënte që ta përsëriste këtë proces derisa ta bënte drejt. Asnjëra prej tyre nuk e priste që ajo do të gjente një pasion për arsimimin e saj. Kujtimi më i bukur i nënës ishte ta shihte atë me kapele. Megjithatë Chaney's nuk mendonte se do të arrinte deri aty. Nëna e saj nuk dyshonte për asnjë moment për dhuratën. Nëna e saj i bleu një makinë të dytë nga fëmijë i moshuar. Ajo nuk ishte e sigurt se çfarë të bënte më pas, por pa e ditur ajo kishte shumë më shumë për të kaluar. Chaney's shkoi në universitet për studiuar këshillim. Ajo mendonte se nëse do të mund ndihmonte të tjerët, edhe një pjesë të vogël të mënyrës se si e ndihmoi nëna e saj, do të bënte një punë të mirë. Megjithatë, ajo nuk e priste ngarkesën e punës. Gjatë vitit të saj të parë, ajo ndjente sikur po mbytej. Askush nuk i kishte thënë se do të ishte kaq e vështirë. Ndoshta ajo nuk ishte e përshtatshme për universitetin. Chaney's ndjente shpresë të humbur. Ajo më në fund e pranoi frikën e saj tek nëna e saj një mbrëmje, pasi e gjeti duke qarë në makinë. Në vend që ta ngushëllonte, nëna e saj ul në vendin e pasagjerit dhe drejtoi drejt një ndërtese të shkatëruar. Çfarë po ndodhte? Ajo kur nuk e kishte pritur që brenda kësaj ndërtese të shkatëruar do të ishte mbushur me fëmijë të rinj nga çdo etni, por që kishin pasur histori të ngjashme, varfëri dhe edukatë të ulët. Shumë prej tyre ishin dërguar atje pasi kishin braktisur shkollën. Pavarësisht nga numri i vogël i stafit, ajo dinte emrin e çdo fëmije. Aty, Chaney's gjeti pasionin e saj. Ajo kuptoi që nuk mund të dorëzohej, duhet të vazhdonte, por kjo nuk do të thoshte që ishte përshtatshme për punën. Chaney's pati vështirësi pas përfundimit të universitetit. Ajo shpejt kuptoi se nuk mund ndihmonte çdo fëmijë që kalonte derën. Ajo humbiste gjumë për disa fëmijë, pasi nuk mund ta duronte të shihte ata të vuanin emocionalisht. Parat nuk ishin të mëdha, por ajo dinte që po bënte gjën e dur. Megjithatë, një ditë, ajo u ndalua ndërsa ishte duke shkuar në punë dhe kjo e bëri të pyeste çdo gjë. Chaney's nuk ishte mundësi tjetër përveç se ndalonte pas shikimit dritave blu që ndiznin. Oficeri Jenkins bëri ngadalë rrugën drejt makinës së saj. Ndërsa ajo po kërkonte lejen e drejtimit, ajo nuk mund të përballonte një gjop. Pasi ajo arriti pranë dritares, fjalët filluan të dalin. A humba një dritë të kuqe? A shkoja shumë shpejt? Ajo shtriu dorën për të marrë portofolin. Ajo kishte mjaft para siç ishte. E fundit që i duheshin ishin gjobat. Por ajo nuk e priste që ai të nxirrte këtë. Veç kësaj, ndodhi që dy dritat e frenave të saj dolën papritur. Kur ai shkoi drejt makinës dhe ajo po nxirrte gjërat e saj, ai shpejt tha: "Mos u shqetëso për asgjë, dua vetëm të them që dritat e frenave janë të fikura." Ai ishte duke dëgjuar ajo ndonjë gjë të çuditshme, por pastaj ai nxori një dritë dore. Ai ishte menjëherë shqetësuar, sepse ato i kishte zvendësuar muajin e kaluar. Kështu që i shpjegoi se Firestone kërkonte $600 vetëm për të bërë një test mbi kabllot e makinës. Ajo tha: "Në vend që t'i jepni një gjob, oficeri Jenkins i tha të hapte bagazhin, dhe ndërsa ai kontrollonte makinën, ai thiri emrin e saj. Zemra e saj u rrënkua. A kishte ndryshuar mendim?
Ai kontrolloi dritat e bagazhit dhe I goditi ato, por ato nuk u ndezën, kështu që ai tha ta hapte kapakun dhe të kontrollonte kutinë. Pastaj e pyeti të kontrollonte edhe kutinë tjetër. Chanezi ishte pabesueshme që ai dërgoi dritat e saj përpara se të merrte rrugën për në shtëpi. Ai dërgoi një mesazh telefon për nënën e saj, duke treguar se ishte ndaluar, por sapo e ndezi motorin e makinës, telefoni I saj I ra. Kur ajo e ngriti, nëna e saj po ulëriste. A je mirë? Të ka dhunuar. Duhet të vim të marrim. Nëna e saj po merrte frymë me forcë në telefon. Ajo mund ta dëgjonte baban që po bërtiste kërcënime në sfond. Nëna, jam mirë, po çdo gjë është mirë, I shpjegoi ajo. Atëherë nëna e saj shpërtheu në lot dhe filloi të qante në telefon. Se po veproje kështu? Ajo tha. Isha kaq e shqetësuar. Nëna e saj qau si shumica e nënave. Ajo kishte frikë për më të keqen për përballjen e vajzës së saj me ligjin. Ai ishte tepër e njohur me brutalitetin e policisë që kishte pasur vitet e fundit. Me të drejtë ajo u friksua. Çfarë nëse diçka kishte ndodhur me vajzën e saj? Keqbërja e policisë ka qenë gjithmonë një çështje, por vitet e fundit ka ngritur ndërgjegjësimin për forcat e tepruara dhe trajtimin e keq ndaj afroamerikanëve. Interneti, guximi dhe solidariteti çuan në krijimin e lëvizjes Black Lives Matter, një rrjet global që ndryn në dhunën që ushtrohet ndaj komunitetit me ngjyrë nga shteti. Chanez nuk jetonte në një shkëmb. E gjithë bota e dinte për televizje, por ajo nuk kishte frikë. Chanez ishte friksuar kur ndalua. Ai nuk kishte folur kur me një policë dhe shumë nga shokët e saj kishin pasur pasoja të vështira me ligjin, që kishin përfunduar me lot dhe trauma. Ai kishte mësuar që më mirë ishte të shmangte këtë, por ndërsa u rit, ajo zbuloi se nuk ishte gjithmonë një mundësi. Ata që humbën jetën nga dhuna e policisë nuk do të harohen kur. Ata janë themeli I asaj që Black Lives Matter përpiqen të mbrojnë, dhe ndonjëherë familjet e tyre nuk do të falin kur ata që janë përgjegjës. Të rinj si Chanez po fillojnë të shohin një ndryshim pozitiv në botë. Ata refuzojnë të mbeten të heshtur, dhe Chanez tani ka historinë e saj për të ndarë. Ai mund të më kishte dhënë një gjob, por oficeri Jenkins doli nga roli I oficerit dhe u bë një mekanik për të siguruar që gjithçka ishte në rregull. Tha Chanez. Ajo ndau përvojën e saj në internet dhe natyrisht postimi I saj mori më shumë se 500.000 përqime dhe shpërndarje. Nuk ndodh shpesh që një oficer policie shkon përtej detyrës për ndihmuar një antar të komunitetit, por çfarë menduan të tjerët për veprimet e tij? Megjithëse disa kishin komente negative, shumica e komunitetit online lavdëruan veprimet e oficerit Jenkins. Ai u shpall si një mbrojtës I vërtetë I popullit, duke u përkushtuar me kohë për të kujdesur për dikë që kishte nevojë për ndihmë. Padyshim, Chanez do të mbajë këtë takim në zemrën e saj për shumë vite që do të vinë, por a do të vazhdojnë gjestet e mira të këtij oficeri?